Albanian Women Leadership Summit. Dhe këtu sot kam shumë supermarkete gra shqiptare dhe Elira është një nga ato që ka ardhur nga Shqipëria. Elira supermarkete Tradita.al. Elira, faleminderit për një rrugë shumë të gjatë. Jam shumë e sigurt që ti je një nga njerëzit që ka ardhur më larg. A mund ta flasësh pak më shumë se çfarë është Tradita.al? Së pari dua dhe unë t'ju falenderoj që më bët pjesë e këtij aktiviteti, sepse në momentin që ti del jashtë Shqipërisë dhe takon shumë shqiptar, sinqerisht ndihesh e privilegjuar dhe të duket si një pikë referimi apo pikë bashkimi me të gjitha ato gra dhe vajza të cilët jetojnë nëpër botë, janë munduar të krijojnë të ardhmen e tyre nëpërmjet bizneseve apo punën e tyre dhe shikojnë që të gjitha pavarësisht çfarë bëjnë janë aq të pranueshme, aq të mira dhe krijojnë një marrëdhënie të mirë. Unë vërtet vi nga Tirana dhe rruga ka qenë shumë e gjatë. Kam dhe kohën e i ke marrë në valizhe? Mbart një valizhe sa të lehtë që më duket mua, aq të rëndë për vendin tim, sepse udhtoj me valizhe të cilat mbartin shpirtin e vendit tim, fytyrën e kombit tim dhe vlerën e kombit tim. Kur unë tregoj trashëgiminë kulturore shqiptare nëpërmjet veshjes tradicionale dhe si thua që mbarten dhe historinë e vendit tim me vete, është një kënaqësi e veçantë. Krahas kënaqësisë që kam që ato janë vërtet me vlera historike, janë veshje të cilat i kanë rezistuar kohës. Janë autentike, më ke thënë që nga dizajni i parë. Për ruajtur të gjithë statuset e veshjes, statusin krajinor që bën identitetin e krajinave me të cilët i përket veshje, statusin social dhe statusin ekonomik të veshjes. Dhe të gjitha këto jepen nëpërmjet dizajnit të saj, punës që ti i bën. Pastaj për të ndërtuar veshjet e kam thënë shumë herë që është një rrugtim shumë i gjatë. Jo se unë nuk ndaloj, ajo ka shumë për të folur. Por sot në këtë event jam vërtet e privilegjuar. Të gjithë gratë shqiptare të shikojnë bukurinë e grave të cilat i kanë veshur në vite dhe pse kanë jetuar dhe në zona të thella, këtu është ideja e tyre, mendimi i tyre dhe inteligjenca e grave shqiptare në vite. Kjo është një gjë shumë e bukur. Njerëzit mund t'i blejnë, po